إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Vëllezër besimtar musliman, Allahu subhanahu wa ta'ala na ka dhënë mirësi të shumta prej tyre që ka shihen, prej tyre që nuk i shohin njerëzit. Prej mirësisë më të mirë që na ka dhënë Allahu është mirësia e imanit, mirësia e islamit, besimin Allahun subhanahu wa ta'ala, në nështrimin të urdhave të Allahut subhanahu wa ta'ala. Por kjo mirësi, kjo begati, është më e mira se gjithë begati që i posedojmë. Por shkak se Allahu subhanahu wa ta'ala dynjon ja jep atij njerit që e don dhe atë që nuk e don. Por imanin dhe islamin ja jep vetëm atij që e don Allahu subhanahu wa ta'ala. Por kjo mirësi ka mundësi që të humbet. Kjo mirësi ka mundësi që të ecje prej teje nëse ti nuk kujdesesh për këtë. Nëse ti nuk e ruan këtë, nëse ti nuk e zbaton, se thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, me të vërtet zamrat e njerëzive janë mes digishtave të Allahut subhanahu wa ta'ala, yuqallibuha Allahu subhanahu wa ta'ala arrotlan kejfe jesha si të don. Allah na ruaj. Allah na forcot zamrat tona në din. Allahu na zbukuroft imanin në zemrat tona. Me të vërtet në dynja ka sprova të çuditshme. Ka telashet të çuditshme. Ka fitnes prova që ka mundësi ta vjedhin imanin dhe islamin, ta vjedhin moralin dhe sjelljen. Për këtë besimtari duhet të jetë i kujdesshëm se Jakubi alayhi salatu wassalam ishte që i këshillojke dhe ju linke testament e vladve të ti, pas arsëve të ti dhe ju thojke, ja banija, inna Allah stafa lakumud dina, fala tamutunna illa wa antum muslimun. O bitë mi, o evlat të mi, Allahu subhanahu wa ta'ala juve jazgjodhi fen të vërtet dhe ju mos disni për vetë se musliman. Mos dilni prej kësaj dynjaje vetëm se besimtar, i duke i besuar Allahut, duke i nështru urdhrave të tij dhe duke zbatu urdhrat e Allahut subhanahu wa ta'ala. Njerëzit të cilit ishin me dituri, njerëzit të cilit ishin të pasur me dituri, ato thojshin që na tregon Allah subhanahu wa ta'ala në Kur'an, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahma innaka antal wahhab. Ato e lutshin Allahun, kërkojshin prej Allahut dhe thoshin, o Allah, o Zoti ynë, mos na i shmang zemrat tona pasi që na udhëzove, pasi që na bone njerëzit të xhamisë, pasi që na bone prej atyre që lexojmë Kur'anin, pasi që na bone pasues të sunetit të Rasulullahit sallallahu alaihi wasallam, pasi që na bone prej atyre që agjerojmë dhe japim sadaka. O Allah, mos i bën zemrat tona të largohen prej xhamie, mos i bën zemrat tona të largohen prej Kur'anit, mos i bën zemrat tona të largohen prej sadakas,
Mos i bën zemrat tona të largohen prej mexhliseve të ilmit. Mos i bën zemrat të largohen prej shoqërisë islame. O Allah, ti je ai që dhuron, ti je jep rahmet, ti je dhurues i madh. Kështu ata bëshin dua. Sa herë në ditë ne bëjmë dua, o Zot na i forco zemrat tona. O Zot mos i largo zemrat tona prej kësaj rruge. Sa herë në ditët e lutmi Allahun subhanahu wa taala për veten tonë dhe pasardhësit tonë dhe dashamirët dhe musliman dhe shoqërinë tonë. Çdo besimtar, çdo musliman është i urdhëruar që ta lutjë Allahun subhanahu wa taala që Allahu ta forcon në këtë din, në iman, në islam, je obliguar dhe je i detyruar dhe ti çdo recat e thua ihdinas siratal mustaqim. O Zot, na udhëzon në rrugën e drejtë. A e lexojmë çdo namaz? A e lexojmë çdo? A është obligim me lexuar Fatiha në çdo recat? Shiko do thot, ne jena të obliguar me lut Allahun subhanahu wa taala. Allahu të na forcon zemrën tonë në këtë din, se fortunat të shumta janë duke ardhur, të cilët tentojnë që ta luhatin shoqërinë islame prej besimit të vet, prej besimit të Allahun subhanahu wa taala. E ti je urdhëruar që ta lutish Allahun, Allah të të forcon. Je urdhëruar që ti të bësh dua. Je urdhëruar që ti të zbatojsh. Je urdhëruar që ti të kujdesesh për familjen tënde. Je urdhëruar që ti të thrasësh njerëzit në rrugën e Allahut subhanahu wa taala. Pse se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam që ka ardhur në hadith sahih që na nxit pejgamberi alayhi salatu wasalam që thot shpejtoni në vepra të mira. Bëni vepra të mira sa të mundi. Sa të keni mundësi. Të rikur, deri sa sot nuk vjen një kohë e caktuar si cila do të jetë ajo kohë si nata, si një pjesë e natës të errët. Nuk sheh as kand, nuk dallon as bardh as zi, nuk dallon as vlla, as minç, as evlat. Errësi e madhe, nuk vërejnë gjërat. E para këse me na ardhë që ka, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, veproni, nxitoni, ecni shpejt, bëjni vepra të mira, ruajnja, mbushni me iman, se ka mundësi ju vjen kjo pjesë e fitneve, e sprovave, si nata e errët, e do ta kesh problem. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, zgjohet njeri në mëngjes besimtar, dele fal namazin e sabahit, lexon Kur'an, jep sadaka. Kur vjen akşami, thojnë filoni e kalon fejen, Allah na rujt. Shiko, këtë lashe, sprov, thot ose e gjen natën e fal Yatsin, lexon Kur'an, jep sadaka, Allah alem qot sabah, e ka ndru filoni ju ka bë shka, Allah na ruajt. Për shka ja Rasulullah, yebi'u dinahu bi'aradin min ad-dunya. Thot e shet fen e tij për një interes të kësaj dunjaje. Çfarë interesi? Po ka mundësi pare, ka mundësi fama, ka mundësi autoriteti, ka mundësi pozita, ka mundësi gjëra të çuditshme. Allah na ruaj. Nuk e dim nëse ku e kina pikën e dopt. Për këtë ne duhet me lutë Allah me na forcu. Mos provohemi, se nuk e dina ne në cilën pikë jemi të dopt. A pikën e dëgjimit, apo të shikimit, apo të nuhatjes, apo të prekjes, apo lakmis, apo lavdratës, apo pozitës, apo karrierës, apo nuk e di. Nuk e di ku je i dopti. Për këtë lutë Allahun që Allahu me ta rujt imanin, me na forcu në këtë din. E veprat e mira janë që njeriu e ruajnë që mos të dështoje. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka këshilluar ummetin e tij alayhi salatu wassalam dhe ka thonë kërkojini mbrojtje te Allahu subhanahu wa taala nga sprovat ma dhahara minha wa ma batan. Ato sprova të cilët janë të dukshme dhe që nuk duken. Shet diçka që është haram me pati e ul shikimin. Ose ti hap si dikush të ke frikë Allahun ul shikimin. Ti shahësh, nervozosh së nafs futbol, gol, e shtin dikant, e shon vllavin tant. A dhajt ndina i qëri do të ke frikë Allahun. Së ka hije si besimtar me shpreh këtë fjalë. Por ka sprova të cilët nuk shihen. Janë mes teje dhe Allahut subhanahu wa taala.
E pejgamberi alayhi salatu wassalam neve në mëson që ne të kërkojmë mbrojtje të Allahu subhanahu wa taala prej këtyre sprovave që duken dhe atyre që nuk duken. Pse? Do të thomë që unë jam shumë mirë në shtëpinë time? Unë jam evlia? Shtëpia ime s'ka fitna? Shtëpia ime ka rend? Shtëpia ime ka kështu? Shtëpia ime ka kështu? Shtëpia ime ka dallim prej të tjetrit? Shtëpia filonit është kështu? Dëgjoni çka thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Nga Usama bin Zeid radhiyallahu anhuma thot se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam unë gjithë thot një dit me një kala, me një kull prej kullave të Medinës, hipin alt. Dhe thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, hal tarawna ma ara? Është gjithë në alt? Adha, po ju thot, apo shifni ju çka jam të pa unë? Kujt i drejtohet? Sahabeve radhiyallahu anhum. A jeni të pa ju çka jam të pa unë? Sahabët radhiyallahu anhum than, qalu la, jo ja Rasulullah. Pejgamberi alayhi salatu wasalam thot kështu, unë po shoh sprovat, fitnat që bie në mesin e shtëpijave të juaja, sikur pikat e shiut. Do thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kështu ju thot sahabeve radhiyallahu anhum. Do thot prej këtij hadithit e kuptojmë çfarë mësuesi mrekullueshëm o kon pejgamberi alayhi salatu wasalam. Sa edukatori mirë është kon Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. I mëson sahabët se kujdesni se fitnet janë të rrezikshme. Fitnet do të depërtojnë në për shtëpia. Fitnet do hinë në për lagje. Fitnet kanë me hinë brenda shtëpia. Kështu thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Për këtë Allah thot, ya bani Adama, la yaftinannakum ash-shaytanu. O bita Ademit, mos ju mbashtroj juve shejtani mallkum. Kjo është e para që kuptoj pe hadith pejgamberit alayhi salatu wassalam. E dita është që pejgamberi alayhi salatu wassalam kur ka thonë që si pikat e shiut, kur bje shiu, ti të lagën mos më laga. Në bortem bjen pikat e shiut tonë dhe ndja. Kur bje shiu i kaplon gjithë, i lag gjithë, edhe fitnat të cilët do t'i kaplojnë dhe na kanë kapluar, Allah i na ruajt. Do shta dikush të të qysh, pa a pak fitne na duken rrjetet sociale? Jo në shtëpi, në salon, në krevet gjumit. A nuk shohimi çka mos në për rrjetet sociale? A nuk në mbillin lloj-lloj bubaçka, dyshime në kokat tona? A nuk e prishën sjelljen e fëmijëve me prindrit? A nuk e larguan dashurinë mes bashkëshortëve? Ndoshta më shumë me na imledh me orë, më shumë këshirna gjona të cilës na lejohen në rrjetet sociale sa fytyrat e grave tona. Ndoshta më shumë komunikojmë me njerëz të cilët nuk i jemi, do të thotë nuk i njohmi se sa komunikojmë me evladët tonë dhe familjarët tonë. A pak fitnë na duket? A pak telashe na duket? Jo fitnë, po na kanë kap prejt mojët gishtave të rinë mojët kokës. Dhe nuk kanë lanë vend pa depërtu fitnet. E ne duhet të ruajmë vetën tonë, duhet të ruajmë imanin tonë, të kujdesmi, për shkak se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na ka treguar që do të depërtojnë to, do të hinë këto, atëre jona është vetëm ne të mbështetemi Allahut subhanahu wa taala, të kërkojmë falje të Allahut subhanahu wa taala, ta shtojmë ibadetin që të ruajmë vetën tonë dhe familjen tonë prej këtyve telasheve. Lusë Allah subhanahu wa taala që Allahu të na furnizon me detyri të shëndosh, me detyri të Kur'anit dhe të Sunetit, e cila është ilaç i problemeve, e cila të ruan prej çdo telashe, të ruan prej shumë gjërave, të ruan prej smundjeve fizike dhe shpirtërore, të ruan prej telasheve të njerëzit dhe të telasheve të shejtanëve. Kështu nëse ne
zbatojmë dhe i marrmi nasihatin prej Kur'anit dhe sunetit pejgamberit alayhi salatu wassalam. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. Për më shpëtu për gjithë këtyre sprovave, për gjithë këtyre sulmeve, është që ne e para është pa tjetër të kapna për Kur'anin, për librin e Allahut. Tilavet, me lexu, hifz, me mësu për menç, fahm, me kuptu, tadabbur, me meditu. Këtë lip Kur'ani. Nëse e lexojmë, e mësojmë, e kuptojmë, meditojmë, valla s'ka kush i del para. Kjo është pa tjetër. Nëse dojmë të jemi të lumtur. E lusmi Allahun që inshallah Allah të na vënë prej tyre. 2. Me bo vepra të mira sa të mujmë. Bus qeshje. Ke mundsi sadaka, jep sadaka. Ke mundsi ti ndihmosh dikujt, ndihmoj. Ke mundsi ndërmjetësosh te dikush, ndërmjetëso. Do thot, çka të mujsh me bo hajër, me niyet, me marrësh problem te Allah ban. Por jo të randosh veten që s'mush me bajt. Sa Allah nuk e ngarkon njerin sa nuk mban. 3. Lexojini jetën e profetëve, pejgamberëve të Allahut, jetën e sahabeve, se jeta e sahabeve, jeta e pejgamberëve, rrëfimet që kanë ardhur në Kur'an dhe në Sunet janë mësim, janë që ta forcojnë imanin, janë që të bëjnë restart, që të bëjnë që ti të mbështetesh Allahut subhanahu wa ta'ala. Se nuk mundesh që ti rish ballë sprovave dhe të lasheve nëse ti nuk e kupton mirë fejen Allah subhanahu wa ta'ala. Keni dëgjuar për Abdullah bin Hudhafa? Abdullah ibn Hudhafa, ku as na premton, por shkurt, Abdullah ibn Hudhafa njëherë e ka dërguar Resulullah sallallahu alaihi wasallam te Kisra, te mbreti persianëve, me ja pranue, me ja çu mesazhin islam. Adhaj, kur e ka pa letrën, e ka marrë, e ka shky. Adha kthehet ki sahabi Abdullah bin Hudhafa dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dua që Allah ja captoft mbretërinë dhe ja ka captu. Historia është e gatë, po koha nuk na premton. E dyta, Abdullah bin Hudhafa në kohën e Hazreti Omerit, kur ka çliruar Shami, e ka dërguar një pjesë të ushtrisë që të ballafaqon me romakët. Dhe ka rrap peng Abdullah bin Hudhafa me disa shokët e vet. Por Herakliu është shkon i zgjuat. Ka dash me kuptue prej muslimanve, këto arab njërë gjeken fukara, për 5 dinar unë bashtrofshin. E vrojshin njëri tjetrin. Ndrojshin, nër me atë, nër me ketë. Por kush i boni që to me ndrutash? Kush i boni që to me marë guxim, me ne romakët mu ballafaque? Ka dash me bo një analizë fizike dhe psikologjike. Dhe i bjerë radha Abdullah ibn Hudhafas dhe i thot, bonu krishter, thot ja. E shet që ki nuk pranon. Shkur do t'i pi për shakohës. 2. Pasi e shet që nuk bot krishter, e kërcnon. Ju thot ushtarve, gjujni me shigjeta afër. A friksohet, a nuk friksohet ki njëri. E shet që nuk e ban syni pët, nuk frikët. Pastaj i thot, pengonja ujin, pasi ki nuk frikët prej vdekjes, më njëherë dhe të bojna vdekje të ngadalshme. Dhe vdese ngadal, mos i jepni me hangër me pi. Edhe këtë e bajnë. Pasi që e kanë pa që ki ka nevoj për haje dhe pije, i kanë afru mish derri dhe alkohol, si ka përdor. Pasi që ka pa që ki nuk nështrohet, ka thonë shtini mirësi, bollok që ju lejohet muslimanve me hangër. Edhe petka të mira, ka thonë ndoshta mbashtrohet mirësi në bollok. Kur zonet haje mirë, ti mbushje damar, ha molla, ha dardha, ha vesh mondaf, kona mirë, valla qështu. As to si ka përdor. So kon, hala ma i zgjut Abdullah bin Hudhafa. E ka ditë se ku dun me quë. Do thot me shishmu me mirësi. Teshat nuk i ka ndru përveç se kur i ka ardh era.
Thot, prap me këtë nuk bajnë ka kështu. Thot, etapën e tretë. Thot, cila është etapa e tretë? Etapa e tretë është gratë. Shtinja një vajzë të bukur të heshme. Hijen të Abdullah bin Hudhafe, e këthen shpinën Abdullah bin Hudhafe, e i thot fjarë të veta që ka danë, der pas taj thot, am kini shtite një mur, am kini shtite një bur, apo të një gur. Thas lëviz ke pi vendit a njëri. Thot, as me ketë s'ka mundësi. Thot, eja, thot, të bëj ortak në pushtet. Ta jep gjysën e vesh bono shka. Thot, ja. Kur e pshet që kjo nuk ka mundësi me deportu të Abdullah bin Hudhafe, edhe krenaria Herakliu s'ka dosh me ra para Parisë vetë, e i thot, atëherë byni di musliman shtini zejtin mi djeg. I djegin, kocin dalën majdan, ki nis me qajt. Ha? Tash u pjek ki. Tash, e ndroj mejnden. U pjek, tash mirë është. Ha? Thot, jo vallaj, kështo shun gjenet para mu. Sikur se të kisha pas një mishpirët edhe unë t'i psha për Allah. Këtu e sheqi, me këto musliman është vështirë të ballafaqohesh me këtë bindje. Atëherë i thot, ndalet dhe kujtohet si mos ta nënshmoj veten time, edhe ai të pranon mos toleron në fenë e tij. Kujtohet Herakliu, thot, apo ma puth kokën, e ka kuptuar se në Islam ja puth kokën i shkavit, s'prish punë, për interesat të mëdha. Edhe ki ka thonë që unë dhe me ke që të bona një lloj balansi, e t'i bom një lloj kompromisi. Ndalet Abdullah bin Hudhafe, kujton, thot me kusht. Ja Allah, çfarë kushti? Altan, ari, gra, pare, villa, kera. Jo, thot, shokët e mi që i kam, ti lëshosh me mua. Jo vetëm ti. Çfarë mesazhi ka desh me qua Abdullah ibn Hudhafe? Abdullah ibn Hudhafe ka desh ti tregoje, o Herakli, o njeri, unë nuk jam egoist, nuk jam vetë për vetën time, edhe për vëllezërit e mi, si harroj vëllezërit e mi. Edhe të arabët o kanë, nuk o kanë nëndshmim me ja puth kokën dikujt. As nëndshmim për ati, po as ki që e puth. Edhe këtë e ka realizua Abdullah bin Hudhafe, e ka aktivizuar kartën e fundit që e ka posedu, edhe del prej atyre, edhe i merr shokët e vetë, kthehet në Medinë, der Omer ibn Khattabi, thot, gjithë banorët e Medinës kanë hak që aputhin kokën Abdullah ibn Hudhafës. Kush i boni këta? I boni që iman, që islam. Lusëm Allah në Allah të në bonë prej tyre. Lusëm Allah që Allah të në fali me katët tona. Lusëm Allah subhanahu wa ta'ala që Allah gjithëve të në bashkon në gjennet al-Firdaus u aqimu salat.